Dr. Denis Qelqima, e cila është njëkohësisht edhe profesoresh psikologjie këtu në vendin tonë. Gjithsesi vjen nga Durrësi. Do të mundohemi të njihemi pak me profesoreshën, por gjithsesi do të ndalemi edhe të diskutojmë mbi motivimin në mësimdhënie, ku edhe është shkruar një libër para pak kohësh nga vetë profesoresha në bashkautorësi me profesoreshën tjetër. Profesoresh, mirë se erdhët, është shumë kënaqësi të të kemi. Mirë se vjen, kënaqësia e ndërsjell. Dhe do ndalim pak të diskutojmë pikrisht çfarë ju shtyu që të bëheni pjesë e mësimdhënies në Kosovë. Do më thënë, edukimi ka qenë pjesë e një ëndre të realizuar, që unë kam pasur, do më thënë, fokusin në karrierën time, gjithmonë kam dashur të fokusohem tek edukimi, dhe mu ofrua mundësia për ta vazhduar në Kosovë dhe Ja ku jemi, sot e 8 vite, a? 8 vite kanë kalu që tashmë 8 vite, edhe jam shumë e kënaqur. Është pjesë e vendit tim dhe ndjehem në vendin tim të njëjtat situata, profile, nga Durrësi, Tirana, nga njëri universitet tek tjetri. Është si unë gjende në fillim pate situata ndoshta e kuptojmë që shumica e gjërave i kemi pothuajse të njëjta, por gjithsesi kemi edhe ato ndryshimet e vockla. Po, ka dallime, por nuk është se janë madhore, janë nuk janë fokusuar te pjesa e dallimeve, se nuk ka qenë pjesa e interesit. Ajo është tek e fundit e përsëris shumë mirë kam gjetur veten me nxënës, me student. Ndoshta kanë pasur pak vështirësi në fillim. Dhe gjithmonë i thoja se flas më shpejt edhe i thoja nëse thoni profesoresh, nga dalë se o ritmin, por në përgjithësi shumë mirë. Si e gjete mësimdhënien në Kosovë? Dhe si dallojnë tani me mësimdhënien në Shqipëri? Tani, shekulli 21 ka sfidat e veta në mësimdhënie. Do me thënë, ne jemi orientuar drejt një mësimdhënie me metodologjin me fokus ose përqendrimi apo nxënësi dhe studenti në qendër. Dhe, do me thonë, si fillim është perceptuar si kur zhvleftësohet figura e mësuesit, por nuk do ta mendoja kështu, dhe sepse te kjo metodologji është shumë e rëndësishme sepse nxënësi dhe studenti janë përgjegjësi të gjithë shoqërisë. Do me thonë, trinomi pa diskutueshëm prindër nxënës mësues, apo mësues nxënës prindër. Gjithmonë nxënësin do ta vej në qendër, do ta vendos në qendër, sepse brezëria është e ardhmja dhe të gjithë ne duhet mobilizohemi që ata të ecin përpara. Nëse ne duam një vend me vlera, nëse ne duam të ruajmë trashëgimin ton historike, kulturore, nëse ne duam të nxjerrim, të zhvillojmë kapacitete, të rinia do ta bëjmë këtë. Kështu që ai është përqendrimi, fokusi i gjithë edukatorëve, si në Shqipëri dhe në Kosovë. Kështu që sfida që përballemi është edhe në perceptimin e vendit ton si edukator, në pozitat e prindit, në pozitat administrative, në pozita ministrie, institucionale, shtetërore, etj. Dhe pra në çdo aspekt kjo ka qenë një sfidë. Megjithatë, edukimi vazhdon të qëndrojë një element cilësor i shqiptarëve, gjithëve shqiptarëve. Familjet tona seriozisht të sakrifikojnë për t'i dhënë edukimin e duhur fëmijëve të tyre, dhe ne kemi prova, ne po e jetojmë këtë, dhe është për t'u theksuar edhe nga sociolog shqiptar dhe të huaj, është theksuar që prindërit shqiptar, pavarësisht historisë së vet, kanë pasur mundësi apo jo të edukohen vet, pavarësisht vështirësive ekonomike, pavarësisht gjithçkaje, kanë zgjedhur që fëmijët e tyre të gjithë t'i shkollojnë dhe t'i edukojnë. Dhe kjo është shumë përparësi. Tani, te pjesa e motivimit i takon dhe brezit të ri të bëj punën dhe angazhimin e vet, detyrën e vet, përgjegjësitë, mbaj përgjegjësitë e veta dhe ta finalizoj këtë sakrificë të familjeve të tyre në fillim, edhe të gjithë neve, sepse cili nga ne jep përkushtohet dhe jep nga vetja, jep diçka nga vetja gjatë gjithë këtij rrugtimi.
Do të flasim për librin Mbi motivimin në mësimdhënie dhe se çfarë ndoshta të kuptojmë se çfarë ju ka shtyer pikërisht për t'u marrur me këtë. Atëherë, ky libër, në fakt, historia e këtij libri është që me studimet e nivelit të doktoratës, që kam zhvilluar që nga 2011, dhe normalisht është përfunduar, dhe kur kam qenë në mësimdhënëse dhe në universitet para nivelit të doktoratës, shumë jam interesuar tek pjesa e nxitjes së dëshirës apo nxitjes së motivimit të nxënësve për të arritur dhe për të mësuar. Sepse është tjetër të arrisësh që ti të jesh dikush në jetë dhe është diçka tjetër që ti të ndërtosh një strategji për të arritur të jesh dikush në jetë. Edhe edukimi është elementi kryesor që ne na bën qoftë të njohim vetveten, të njohim kapacitetet tona, të zhvillojmë aftësitë tona dhe të jemi qytetar për të përkushtuar të vendit, të jemi persona altruist. Do të thënë edukimi e bën këtë. Dhe aty jam nisur dhe kam zgjedhur në fillim si temë studimi dhe pastaj e ktheva në një libër që u botua në Shqipëri. Kur pas ardhjes sime në Kosovë, gjeta bashkëpunëtore shumë të mirë, profesoreshën Diana Sejdiu Shala, dhe mirë do ishte që dhe ajo t'ishte këtu, se si bashkëautore e librit, dhe u bën në rafsh krahasues një ribotim, në rafsh krahasues Shqipëri-Kosovë. Sepse, do më thënë, edhe ajo ishte mbështetur ishte interesuar në pjesën e motivimit dhe edukimit në Kosovë, pjesa ime ishte për në Shqipëri dhe u ribotua libri me rafshin krahasues pra për Shqipëri-Kosovë. Megjithëse dhe nuk, do më thënë, është pothuajse e njëjta situatë, dhe Shqipëria dhe Kosova ndeshen me po të njëjtat sfida, dhe mendoj se sfida më e madhe është që t'i rikthehemi dëshirës dhe dashurisë për librin, për edukimin, dëshirës edhe për t'u lodhur, sepse edukimi vetë, termi edukim gjatë gjithë jetës, është, do të thotë që ne gjatë gjithë jetës, duhet të jemi të orientuar. Të etur për të mësuar, po. Të etur, po, sepse vetë etja për edukim është nxitja dhe motivimi për të vazhduar gjatë gjithë kohës, për të mësuar, për të përditësuar, për të përshtatur, sepse janë element shumë thelbësor të jetës njerëzore dhe nuk mund t'i shmangesh dot. Absolutisht jo, sepse do të kthehen në formë bumerang kundra. Nëse duam zhvillimin, nëse duam të ecim përpara, nëse duam të luftojmë paragjykimet, stigmat, nëse duam të luftojmë një mentalitet që na mundon dhe brezat e rinj, atëherë edukimi është mjeti i duhur. Cilat janë sfidat e kësaj kohe në këtë botën teknologjike të inteligjencës artificiale që po jetojmë tani dhe si qëndrojnë nxënësit tanë, studentët tanë, kundrejt gjitha këtyre ndryshimeve në të cilat jetojmë? Do më thënë, pjesa inteligjencës artificiale i ka bërë realisht gjërat më të thjeshta për t'i arritur në qasje. Do më thënë, ne jemi pranë. Pra, mund të kërkojmë dhe e marrim materialin. Por sfida e parë, gjithmonë është një por. Patjetër sepse është jeta e tillë, sfida e parë është të ndërtosh pyetjen e duhur. Që të marrësh atë që do. Do me thënë, dhe të ndërtosh një pyetje, do të zgjosh një kuriozitet. Dhe të zgjosh një kuriozitet do të thotë që ti ke kryer një reflektim. Dhe reflektimi është pikërisht analizë, është krahasim, është argument. Pra, para se të bëjmë dhe formulojmë atë pyetjen, ne duhet kalojmë në një sër etapash të procesit të menduarit. Dhe sfida është pikërisht ky proces. Pjesa teknologjike është që duke i dhënë gjërat shumë shpejt dhe të gatshme, ndoshta ka dëmtuar atë pjesën e fokusit, që edhe shumë psikolog e theksojnë. Pjesën e përqendrimit, vëmendjes dhe fokusit. Dhe tek pjesa e përpunimit informacionit, të arritjes të mendimi kritik dhe kreativ, vëmendja është hapi i parë që ne duhet ta kemi, dhe vëmendja në këtë rast është subjektive.
dhe thënë personi në secili nga ne zgjedh se sa vëmendje ti kushtoj. Pra sfida si individ përpara edukimit është tek pjesa e fokusit dhe vëmendjes. Do të thoja të nxënësit patjetër, por do të thoja dhe e jona sepse ne të rriturit jemi dhe edukatorët, nuk diskutohet, jemi ata që do t'i orientojmë nxënësit dhe studentët pra se cilin grup që ne edukojmë drejt durimit, pranimit dhe vëmendjes. Sepse ajo është hapi parë që ty do të orientoj tek përpunimi informacionit, qofte edhe tek një vjersh që mësohet përmendësh, duhet vëmendje. Dhe aq më tepër për të arritur analiza apo studime, apo kërkime shkencore, apo krahasime për të bërë, pra është elementi i parë, që është subjektiv. Dhe këtu duhet motivimi, të kenë durim. Të durojnë se vërtet durimi ka disa frute që shpërblimi që merr është një kënaqësi shpirtërore dhe normalisht është një shpërblim në të ardhmen. Por duhet thjesht durim për ta pritur atë të ardhme. Patjetër. Gjithsesi cila është sfida e mësimdhënësve tani kundrejt kësaj vëmendje subjektive që e përmendet? Po, sfidat janë sepse ende gjendemi, duhet ta pranojmë, ende gjendemi nëpërmjet dy metodologjive dhe modeleve që kemi ndërtuar. A lëm njërën e të përqafojmë tjetrën, apo të bëjmë Nuk është patjetër lënje. Do me thënë, braktisje e njërës dhe hedhje tek tjetra, nuk është asgjë e keqe që ti të përqafosh të ren, por ne jemi vend që dihet që mbahemi shumë të traditat tona, po le të marrim më të mirën e këtyre traditave. Dhe mos të konceptohet edhe as nga ana e mësimdhënësve që u bie rëndësia, absolutisht nuk mund të mendojmë të bie rëndësia mësimdhënësit, sepse nëse humbet rëndësia e mësimdhënësit, do të humbasë rëndësia ose koncepti i edukimit, sepse një klasë përbëhet nga nxënësit dhe mësuesi. Dhe për të ulet rëndësia e mësimdhënësit, atëherë do të humbet dhe koncepti, do të humbas koncepti i klasës. Pra, çdo element në edukim është shumë i rëndësishëm, aq më tepër mësuesi. Apo e sheh, po e cilëson si është duke humbur në realitet rëndësia? Jo, nuk e mendoj. E dëgjoj shpesh, por jo, nuk e mendoj. E flasin prindrit, e flasin mësuesit, e flasin prindrit. Ndoshta edhe kjo mungesa e respektit konsiderohet si një prej faktorëve që mund të humbet rëndësia e mësimdhënësve. Është e vërtet, do me thënë, djetë le ta quajmë mungesë respekti, por në këndvështrimin tim, do flas në këndvështrimin tim. Lutem. Te pjesa e mungesës së respektit, ne jemi më të rritur dhe ne japim shembuj, ne jemi modele. Zakonisht fëmijët, adoleshentët, pra nxënësit, i akumulojnë të modele dhe interpretojnë. Tani le të themi në gjithë këtë mjedis, kush është përgjegjës për ata? Cili është përgjegjës për këta breza të rinj? A nuk jemi ne? Se ne jemi në rolin e një edukatori, ne jemi në rolin e prindit dhe pjesa e... Ato orë? Jo për t'i pranuar, ose po pse duhet ta mendojmë veten se ofendohemi. Dhe nëse do ta flasit diçka, unë jam, më vonë do dalë, nëse do të flasit diçka, atëherë hajde ta marrim dhe ta këshillojmë atë fëmijë. Pra, afrohemi me një qasje më të butë. Komunikimi. Ndëshkimi, fillojmë me këtë. Ndëshkimet vinë pak më vonë. Nuk është ndëshkimi reagimi i parë, sepse ne jemi të rritur. Mund edhe ta perceptojmë si ofendim, por ne dim ta menaxhojmë. Dim ta menaxhojmë se përpara kemi një person që nuk ka një uritona, do më thënë, është a i pret nga ne. Kushtë në edukativ të njëjtë? A i pret, a ju sa jo, do më thënë, nxënësit presin nga ne. Kështu që le të fillojmë një herë me mirëkuptim dhe shikojmë deri ku shkon kjo pjesë e mirësjelljes. Edhe mendoj se ka efekte pozitive. Pra pak me maturi... Mund t'ja dalë. Po, ja dalim, se ata kur reagojnë ashtu, koha është e ngarkuar me shumë strese. Dhe ne, dashur pa dashur,
mund edhe të arrim derisa i injorojmë streset e fëmijëve, nuk i kuptojmë. Ose themi, ku kanë strese këta se fëmijë janë, po nuk e merrni me mend se sa reflekton stresi i të rriturit tek fëmijët, qoftë tek prindrit. Kur prindrit, ata e ndjejnë që diçka nuk shkon. Edhe reagojnë ashtu. Edhe kur vinë për shkolla, vinë me këto brenga. Koha shumë e ngarkuar dhe ne duhet të përpiqemi që ta lehtësojmë pak këtë stres dhe t'i prezantojmë diçka pozitive, ose minimalisht i prezantojmë durimin. Patjetër. Edhe ata, unë mendoj se do mësojnë edhe të sillen me njëri tjetrin. Kemi shumë fenomene bullizimi në për shkolla, dhe në literatura, në fakt, bullizimi niset nga të rriturit. Shkaqet, do të thënë burimi i bullizimit është i rrituri. Dhe ai e paraqet e fëmia. Vjen nga familja, a vjen nga shkolla. Përsëri është një i rritur që e stimulon fillimisht këtë lloj bullizimi dhe vazhdon pastaj me radhë. Cilat janë rekomandimet që dalin nga libri mbi motivimin në mësimdhënie? Rekomandimet janë njëherë dashuria për mësimin. Mësimin, patjetër. Po. Dashuria për mësimin dhe për profesionin. Profesioni i mësuesit është një profesion shumë human. Duhet ta duash dhe e bën. Duhet ta duash se çfarë ke përpara, duhet ta duash edhe atë tabelën, edhe kur nuk janë ato tabela digjitale. Edhe pse do me thonë, po përpiqemi ti plotësojmë këto kushtet e edukimit, po edhe kur nuk janë ato. Sepse vetë Kosova dhe Shqipëria kanë kaluar në situata që është bërë mësim, do me thonë në Shqipëri është bërë mësim në shkollat të shkatruara, në Kosovë është bërë mësim në shtëpi, fshetas, janë rrezikuar, edhe dëshira për të arsimuar ka qenë shumë e madhe. Dhe tani ne nuk jemi në ato kushte të tilla, po. Ne nuk jemi në ato kushte. Dhe nuk mendoj se jemi një vend si popull, nuk mendoj se nuk jemi popull arsimdashës, e duam arsimin. Por kemi dhe modele arritjesh të pamerituara, që fatkeqësisht edhe këto janë realitet, por nuk kemi dhe pse merremi me këto modele. Dhe tjetër rekomandim është që, domethënë, dhe trajnimet. Domethënë janë shumë të nevojshme, trajnimet e mësuesve, jo se kualifikimet e mësuesve. Vazhdueshme. Po, vazhdueshme, sepse kemi edukimin gjatë gjithë jetës. Edhe në nivele post-doktorature, domethënë, të gjithë mundohen për kualifikime, sepse çdo kualifikim të sjell diçka të re në këtë mjedisin e mësimdhënies. Askush nuk është gjitholog edhe i gjithditur. Ne gjithmonë kemi nevojë të mësojmë. Dhe nuk është tabu që një mësues të vazhdoj të edukohet. Kjo nuk do të thotë që ai nuk di, po kjo do të thotë që ai dëshiron të vazhdoj edukimin e tij dhe do të jetë një model shumë i mirë dhe për nxënësit. Po kështu edhe në çdo profesion ka edukim gjatë gjithë jetës, jo vetëm tek profesioni i mësuesit, por ne merremi me nxënës, ne merremi me individ që presin nga ne, na shohin si modele dhe mirë është që ne të vazhdojmë gjithmonë të tregojmë modele pozitive për ta. Po të pyesish nxënësit, studentët, gjithë që kanë pasur mundësi të kalojnë për etapat e shkollimit, janë 3 lloj mësuesish në jetë. Atë që nuk do ta harrojnë kurrë për keq, atë që nuk do ta harrojnë, që nuk do ta kujtojnë kurrë, dhe atë që do ta kujtojnë gjithmonë për mirë. Po, por do të kuptojmë se nga secili model kanë mësuar, ë? Patjetër. Trimësimit të jetës. Kjo është edhe natyra. Kjo është edhe natyra që mjedisi që ne na rrethon. A mund të themi për diçka që është e panevojshme në natyrë. Edhe ashtu do të themi dhe te pjesa e edukimit. Të gjitha vlejnë. Por është çështje zgjedhje se çfarë ne zgjedhim të prezantojmë, të paraqisim dhe të jemi në fund. Se me që dolet e krahasimi e zgjedh nxënësi se cili model do të jetë nga ata mësues? Nga ata të 3 shumë e vërtet. Cilat do të ishin këshillat për një mësimdhënie më të mirë, por edhe për një mësimdhënie ndoshta më adekuate nga nxënësit tanë? Atëherë përkushtimi. Jemi te minutat e fundit edhe normalisht po e përmbyllim. Përkushtimi. Përkushtimi është? Përkushtimi sepse çdo gjë është. Ne mund të themi për teknologjinë që po pengon, po ne kemi zgjedhur ta përdorim në mënyrën që po na pengon. Sepse aty ka shumë informacion. Dhe pse mos të lexojmë informacionin? Ka forma përdorimi, prandaj edhe.
pse mos të lexojmë informacionin, pse mos të nxjerrim literatura për të bërë krahasime. Aty ka shumë vend, unë kam aktualisht edhe nxënës, studentët po se kanë detyrë, po nxënës që hynë në hulumtime, edhe që nuk e kanë moshën, po hynë në hulumtime shkencore, sepse janë kurioz. Kurioz për të mësuar. Kështu që, domethënë, dashuria për mosimdhënien dhe dashuria për mosimdhënien duhet të jenë qëllim unik. Sepse secili nga ne shpalos personalitetin e vet gjatë gjithë këtij rrugtimi. Nxënësit mos heqin dorë nga përpjekjet për të bërë dikushi duke e merituar. Sepse minimalisht do t'i japi ndjesinë e krenarisë për veten, dhe kjo është një ndjesi shumë e mirë. Dhe mësuesit, domethënë, duhet të dashurojnë profesionin e vet, duhet ta duan profesionin e vet, gjithmonë ka pasur vështirësi profesioni i mësuesit, gjithmonë do të ketë vështirësi profesioni i mësuesit, por gjithmonë dhe do të ketë mësues që e duan profesionin e vet. Dëshirë për ti të i kaluar gjitha këto. Nëse ne do të zgjedhim diçka që e duam, ne do ta bëjmë shumë mirë. Kjo është më e bukura që mund ta themi. Kur e bën punën duke atë që do. Nuk punon. Pikërisht nuk bie që sepse ndjek ëndrrën dhe dëshirën tënde. Graci që pata në studio, profesoresh, faleminderit për gjitha këto. Faleminderit dhe juve. Faleminderit shumë. Miqtë e mi dashur, siç